Sipas një studimi që është bërë, njeriu e kupton se ka humbur telefonin pas 10 apo 15 minutash. Portofolin pas 2, 3 apo maksimumi 4 orësh. Por me keqardhje dua ta them që nuk e kupton, nuk e dallon se ka humbur besimin e tij, ndoshta tërë jetën, dhe mund të vdes edhe pa e kuptuar se e ka humbur atë. Vëllezër dhe motra, të ruajmë atë që është më e vlefshme se telefoni, më e vlefshme se portofoli, më e vlefshme se çdo gjë, besimin. Dhe ta ruajmë atë duke e kujtuar dhe duke e freskuar për ditë, duke thënë la ilaha illallah, duke i kërkuar falje Zotit të gjithësisë për gabimet që bëjmë, në mënyrë që të jemi të sigurt që atë nuk e kemi humbur.